Banorët e një lagjeje në fshatin Çerrag, njësia administrative Fierz, Bashkia Belsh, kërkojnë prej vitesh rikonstruksionin e rrugës që lidh fshatin e tyre me fshatin Biçakaj të Bashkisë Lushnje. Ata thonë se ndërsa segmenti në territorin e Lushnjës është i asfaltuar rreth 1 kilometër rrugë në anën e Çerragës, vijon të jetë i amortizuar, duke u kthyer në burim vështirësisht për banorët. Gjatë verës rruga mbulohet nga pluri, ndërsa në dimër bëhet e pakalueshme për shkak të baltës dhe ujit. Në këtë lagje jetojnë rreth 100 familje, të cilat kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke theksuar se zona ka potencial turistik faliqenit të Çerragës, që shërben për peshkim dhe vaditjen e tokave bujqësore. Problemet nuk mbarojnë me rrugën. Banorët denoncojnë edhe mungesën e koshave të mbeturinave në një lagje ku jetojnë rreth 10 familje, si dhe vonesat në procesin e legalizimit dhe pajisjes me certifikata pronësie për banesat e ndërtuara pas viteve 90. Sipas tyre, edhe pse paguajnë taksat prej vitesh, zgjidhja e këtyre çështjeve ka mbetur vetëm në premtime. Banorët shprehen të zhgënjur nga mungesa e investimeve dhe kërkojnë që Bashkia Belsh të ndërhyjë për të përmirësuar infrastrukturën dhe shërbimet, duke mos lënë pasdore dhe fshatrat e kësaj bashkie. Kamera e televizionit Apollon ishte në terren ku pasqyroi nga afër shqetësimet e komunitetit.